mjeku. Pacienti duhet të vijë tek mjeku për problemet urologjike, sidomos kur ndjen shqetësime në mënyrën e urinimit, gjë që ndodh shpesh sidomos tek meshkujt sipër moshës 50 vjeçare që urinojnë më shpesh, kanë vështirësi të mbajnë urinën, ngrihen natën për të urinuar. Kjo është arsyeja kryesore që i çon një mashkull mbas moshës 50 vjeçare tek mjeku. Ama gjëja që është e rëndësishme dhe mesazhi që është i rëndësishëm për t'u dhënë, që një mashkull në moshën 50 vjeçare sipër realisht duhet të shkojë te urologu pa pasur asnjë shqetësim, sepse në moshën 50 vjeçare sipër është shumë e rëndësishme që të bëhet gjithë parandalimi i sëmundjeve, siç është kanceri i prostatës, që është një sëmundje shumë e përhapur në popullatën mashkullore, prek mbi 50% të meshkujve dhe duhet të kontrollohen mbi këtë gjë. Pse duhet të kontrollohen pa pasur shqetësim? Sepse kanceri i prostatës, që siç po thoja shumë i përhapur, në shumicën e rasteve vjen, diagnostikohet pa shqetësime. Në momentin që krijon shqetësim, ka kaluar tej organit të tij. Prandaj është shumë e rëndësishme, domethënë, që ti drejtohemi mjekut edhe pa shqetësime në mënyrën e urinimit.